Sekretet e gjuhës. Ndonë se sot kam pak dhimbje koke dhe pak temperaturë, prap nuk do t'i lë pa informacione. Sepse informacionet bëjnë mirë edhe për mua, pra duke diskutuar së bashku. Dhe sot do flasim për gjuhën, sepse është pikërisht kjo gjuhë që na ka bërë të mblidhemi këtu. Kjo gjuhë na bëri zhvillimin e njeriut, sepse është fal gjuhës dhe diskutimeve që njeriu u bë i zgjuar dhe evoluoi. Pra, sekretet e gjuhës në përgjithësi. Nuk bëra nuk u ruajta sot, sepse do t'ja u them dhe këtë. Duhet të dini që është mirë që kur ke temperaturë dhe kur ke ato mbrojtjet e trupit, difeza imunitare, nuk më vjen tani në shqip, më falni. Pra mbrojtjet e trupit, kur i ke të ulta, është mirë që mos të lahesh dhe mos të ruhesh, sepse po të presësh mjekrën, ke prerë një pjesë të forcës. Do se duket paradoksale, është e vërtet. Një pjesë e vogël. Edhe njëkohësisht dhe fytyra ose dhe trupi përqendrohet aty, pra përqendrohet në aty ku je rruar, sepse duhet që të merimetoj ato probleme që ti ke bërë, pra ruajtjen e mjekrës. Dhe kështu që nëse mjekra është pak e madhe, po do ta lë të gjatë, si thoni, bëjmë si Ismail Qemali. Nejse, flasim për sekretet e gjuhës. E dini që dikur ekzistonte një gjuhë e vetme. Madje duhet të dini që përpara Noes ose përpara kullës së Babelit, tregoi se kishte shumë gjuhë. Dhe njeriu për të qenë më i zhvilluar, dëgjoni me kujdes, njeriu për të zhvilluar vendosi që të bënte një gjuhë të vetme, sepse e kishte kuptuar njeriu që kur të bëhesh një gjuhë e vetme, vetëm në këtë mënyrë do të bëhesh një forcë e madhe dhe në këtë formë, forcë e madhe dhe e vetme, do të bënte zhvillime të mëdha. Dhe kështu ndodhi. E njëjta gjë që po ndodh tani. Me kalimin e kohës, njeriu do ecë si dal nga dal dhe do të bëjë një gjuhë të vetme. Po ja u them që tani, ndoshta ne nuk do të jemi gjallë, sepse kur të bëhet gjuha e vetme, pastaj do vi momenti që do shkatërrohet. Do të filloj prapë nga e para. Ç'do të thotë kjo? Ashtu siç bëri dhe atëherë Perëndia ose Zoti, që pa që njeriu ngriti kullën e Babelit dhe për t'u afruar sa më shumë Zotit. Dhe mendonte se ishte Zoti, sepse bëri disa ligje, pra vetë njeriu, duke sfiduar inteligjencën që i dha krijimi. Që nga kontinenti Australis, por edhe nga kontinenti i Amerikës Latine, ose dhe në Evropa, po kudo, flitet pikërisht për këtë, që njeriu dikur kërkoi që të ishte njësh me Zotin, dhe Zoti ja punoi. Pra, i hoqi, nuk e shkatërroi, nuk e vrau. Me një fjalë, më vonë, u hodhën, u mbyt nga ujrat, por fillimisht i bëri diçka, pra krijuesi. I hoqi gjuhët e ndryshme, pra duke shkëputur nga gjuha një, që kishin një gjuhë të vetme, e shkëputi duke krijuar gjuhë të tjera. Mjaftoi kaq. Mjaftoi kjo për të shkatëruar njeriu. Pra njeriu shkatërroi vetveten, sepse nuk çuna të rinj me makina me muzikë. Dhe po thosha, është e çuditshme se si çdo gjë po rindodh edhe një herë ashtu siç ndodhi dikur. Pra, kush është sekreti i zhvillimit të njeriut? Është komunikimi, është gjuha. Pa komunikim, pa gjuhë, nuk do të ekzistonte. Bile do të vijë një moment, sipas gjasave, që njeriu mund të komunikojë edhe nëpërmjet telepatisë. Jo telepati, ndoshta telepati e vërtet do të jetë në një botë tjetër ose në një dimension tjetër. Por telepati e lidhur me inteligjencën artificiale. Me një fjalë, njeriu duke qenë në distancë nga një vend tjetër, s'ka nevojë që të ketë telefona. Do të jetë çdo gjë brenda komunikimit me tru, sepse do të ketë disa pajisje të vogla që do të lidhen edhe nga jashtë, duke vendosur nga jashtë lidhen me trurin. E ka krijuar Elon Musk dhe ju e dini shumë mirë. Pra, ai ka krijuar janë si pulla të vogla që lidhen me neuronet dhe njeriu mund të komunikojë me kompjuterin. Njëkohësisht edhe me telefonin, të bëjë numra me anë të forcës së mendimit. Pra, që ne e quajmë ndryshe telepati.
por telepatia e vërtet që mund të komunikojë njeriu pa ndihmën e këtyre pajisjeve është shumë e vështirë. Megjithatë, doja të thoshja që sekretet e gjuhës kush janë? Sekreti i gjuhës është pikërisht ky, jo vetëm zhvillimi që ju thash, por është edhe kooperimi i njeriut mes njëri tjetri, sepse një njeri vetëm nuk, si që kam thënë gjithmonë, një njeri vetëm nuk mund të bëjë dot asgjë. Të gjithë zëra së bashku diçka mund të bëjnë. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që nëse do të ketë një zhvillim të përparuar dhe për të mbijetuar njeriu, i duhet meses bën që të lidhet pra mes njëri tjetrit dhe të kenë një gjuhë të vetme, një kulturë të vetme, një politikë të vetme, një polici të vetme, një ligj që i përmbledh të gjithë e tjerë. Sepse vetëm në këtë forum nuk është kaos. Për shembull tani, po ta shikoni në çdo vend të botës, që ka grupe që janë qeverira, shtete, si doni ju, janë të shpërndarë dhe ka një kaos total. Çfarë ndodh në këtë rast? Në këtë rast ndodh edhe disniveli ose pabarazia e parave, e shoqërisë që ka disa që i bëhen miliarder dhe disa jo. Po ti vini re në vendet e varfra, miliarderët kanë miliarda dhe të varfrit janë të varfër. Pse ndodh kjo? Pikërisht pra sepse nga mos komunikimi, pra duke qenë ignorant pjesa dërmuese e njerëzve, është e vërtet kjo, nuk është se dua të ofendoj këndë, duke qenë ignorant një pjesë e madhe e njerëzve, si do të luftojnë kundër një sistemi të tillë? Sepse ai miliarderi, ka vendosur disa kushte qeveritare, shoqërore e tjerë, sepse ka bërë për vete qeverin, ka bërë ligje që janë të posaçme për të dhe disa forma të tjera që e bën atë gjithmonë më të pasur dhe të varfrin e bën gjithmonë më të varfër. Sepse ai aty e ka forcën. Mirë po tjetë një e përbashkët, bëhet një kontroll më i madh. Nuk diskutohet që edhe në këtë rast do ketë një vetëm ose dy, por nuk do ketë kaq shumë miliarder. Do jenë më pak, ja u garantoj për këtë. Sepse mjafton që të shikoni edhe brenda një shtëpie. Nëse nuk ka rivalitet brenda një shtëpie, është gjithmonë një që i ka parat. Ai menaxhon, ai është gjithmonë. Pra mund të jetë gruaja, mund të jetë burri, kushdo qoftë, por është vetëm ai. Por nëse do të ketë rivalitet që secili të jap mendimin e tij dhe të gjithë punojnë, të gjithë kenë forcën e fjalës, atëherë nga ai moment do të ketë barazi. Pra forca e fjalës. Dhe unë mendoj që ne po shkojmë drejt kullës së Babelit. Po shkojmë drejt kullës së Babelit për ta ndërtuar kullën e Babelit ashtu siç ishte dikur, pra me një gjuhë, një polici, një shoqëri, një politik, një monedhë e tjerë. Dhe do vi momenti që do flasim pra vetëm një gjuhë. Një gjuhë do vendoset. Nuk e di se kush do jetë kjo gjuhë, por do vendoset një gjuhë. Pastaj do vi momenti që krijuesi ose kushdo qoftë do ta shkatërroj, sepse do jetë momenti i zhvillimit teknologjik të një forme vërtet të pa imagjinueshme. Shiko, do t'ju them që shumë shpejt do kuptoni që e ardhmja e njeriut është shumë e zymt, por edhe për disa është tepër e avancuar, sepse do shikoni që në të ardhmen njerëzit do t'jetojnë krejt ndryshe, jo si sot, sepse teknologjia do t'jetë ajo që do të ndihmojë njeriu. Kështu që doja të ta diskutoja me ju çfarë mendimi keni dhe çfarë force ka gjua, pra kush janë sekretet e gjuhës, dhe nëse ne po shkojmë drejt kullës së Babelit. Pres komentet tuaja. Ditë mbar. Hajde, ju përqafoj.